Shpesh njerëzit u mungon dhe kultura, dhe kjo është kultura edukata me Allahun, edebi me Allahun xhel xelalu, që kur dikush e ka trokitur derën e tij ose e ka synuar për zgjedhur një problematikë të tij, në si rasti konkret që i nevojitet diçka për në familje, ai nis dhe thot mos e vrit mendjen, sa të më kesh mua, pra kush je ti o njeri i Allahut? Edukohu me Zotin e gjithësisë. Ne nuk jemi askush, kush jemi ne që të themi sa të jem unë? Po ti mund të jesh duke vdekur dhe vetë nga uria. Pra i thua tjetër që sa të më kesh mua. Kush je ti që duhet me të pas ty? Sa të kesh Allahun xhel xelalu, pra edukohu se Zoti vallahi të sprovon pastaj. Sepse e ke sfiduar ti Zotin me diçka të tillë. Ose të tjerë të cilët shohin vuajtjen e dikujt dhe jo vetëm që nuk ndjen keqardhje, jo vetëm fakti që nuk ndjen keqardhje për to, kjo është një ndjesi e brendshme, por mund të përfundojë çështja deri aty sa të kemi një nënshmim, mund të kemi një paragjykim, mund të kemi një përfolje të hallit dhe të problematikës së tij. Pra, a mundet njeriu të përfundojë në këtë gjendje? Mund të përfundojë njeriu dhe më keq se sa kaq. Por e rëndësishme është që njeriu të jetë me dinjitetin e tij. A mundet domethënë një njeri shumë i suksesshëm, qoftë biznesmen, ndërtues, tregtar, apo një njeri shumë i suksesshëm materialisht në jetë, domethënë që në fjalorin e tij të jetë dhe diçka që quhet falimentim, pra të kthehesh nën zerën në të cilën ishe, mundet, askush nuk ka siguri. Por e rëndësishme është se edhe nëse bien në këtë gjendje, edhe po ren këtë gjendje, të jesh me dinjitetin tënd.